Ky forum synon forcimin e lidhjeve ekonomike ndërmjet vendeve tona dhe krijimin e partneriteteve të reja në sektoret e etikut, përpunimit të metaleve, energjisë, mjedisit dhe infrastrukturës. Japonia është një mik dhe partner i rëndësishëm i Kosovës, me mbështetje të vazhdueshme përmes Agjencisë për Zhvillim JICA në fushat si mjedisi, teknologjia, siguria ushqimore, arsimi dhe zhvillimi kulturor i të rinjve. Tani me këtë forum dhe me shumë përpjekje të përbashkëta nga dy shtetet, ne synojmë të thellojmë këtë miqësi edhe në fushën ekonomike përmes rritjes së investimeve dhe shkëmbimit të njohurive në inovacion. Kosova është një ekonomi e re dhe dinamike, me fuqi punëtore të re dhe konkurruese, dhe me reforma të thella ligjore që kanë krijuar një klimë shumë të favorshme për të bërit biznes. Harmonizimi i legjislacionit me standardet e Bashkimit Evropian, procedurat e thjeshtuara dhe përparime të shënuara në raportet e OECD-s pozicionojnë Kosovën si udhëheqëse rajonale në tregti dhe lehtësim tregtar. Vendi ynë ka shënuar rritje të shpejtë ekonomike, sipas këtij raporti të OECD-s konkurrueshmëria në Ballkanin Perëndimor, me një mesatare për 6.2% dhe rritjen më të lartë në rajon. Po ashtu kemi përmirësuar dukshëm rezultatet në indeksin e perceptimit të korrupsionit në raportet ndërkombëtare që citojnë vendin tonë. E sa i përket reformave legjislative, përmendi ligjet e reja për tregtinë e jashtme, investimet e qëndrueshme, parqet industriale dhe ligji për inovacion dhe ndërmarrësi, të cilat ofrojnë siguri juridike, trajtim të barabartë, mbrojtje për investitorët dhe procedura të thjeshtuara për investitorët strategjik. Kosova ofron edhe kushte shumë konkurruese fiskale, tatim në fitim 10%, 0% në dividend dhe përdorimin e euros që lehtëson tregtinë. 0% in dividends and we use euros which facilitates trade. Pozita jonë strategjike në Ballkan dhe projekti hekurudhës Durrës-Prishtinë rrisin me tej potencialin tregtar dhe logjistik. Për më shumë, Kosova po shfaqet si qendër e inovacionit dhe ndërmarrësisë, me zhvillim të shpejt në sektoret e teknologjisë dhe informacionit, energji të gjelbër, fintech, agritech dhe industrive kreative. Njëkohësisht kemi bërë përparime të rëndësishme në fuqizimin ekonomik të grave dhe mbështetjen e mirë a ndërmarrjeve të vogla e të mesme me potencial të inovacionit dhe prodhimit. Në këtë aspekt, bashkëpunimi ekonomik me Japoninë ka potencial edhe më të madh për shpalosjen e potencialit nga dy anët e dy vendeve. Ndërsa eksportet dhe importet tona po rriten në mënyrë të qëndrueshme. Aktualisht janë 5 kompani japoneze që janë të regjistruara dhe operojnë në Kosovë, por ka hapësirë të madhe për zgjerim të investimeve veçanërisht në teknologji të gjelbra dhe sektoret përpunues. Jam e bindur se prezantimet e sotme, takimet B2B dhe vizitat në parkun industrial në Drenas dhe në qytetin e Prizrenit do të sjellin rezultate konkrete për bizneset e të dy vendeve. It is a great pleasure and honor to attend this opening of the Japan-Kosovo Business Forum. And as was mentioned by Honorable Minister, we have so many aspects that we should explore the bilateral business relations. But and because the Kosovo and Japan share the value, share the mutual respect, and share the pursuit of sustainable development. And but at the same time, I just want to stress that this is the very first occasion to meet individually together with the business partners from Japan and to Kosovo partners. And I do believe that this should continuously to develop the further relations between the two sectors of the business leaders. Taking this opportunity, I would like to express my sincere appreciation to Chiesa and all other relevant institutes in Kosovo, as well as JETRO, for organizing this significant event today. And this year, at the Expo 2025 Osaka Kansai, Kosovo made a remarkable impression on visitors with its
creative and dynamic presentation showcasing the talent, innovation, and potential of its people. That experience inspired many in Japan to learn more about this promising country and explore new avenues for cooperation. Ndihma juaj ka qenë një katalizator i rëndësishëm i rritjes sonë, e cila ka mundësuar të shfaqim potencialin tonë të plotë. Dhe sot jem këtu për ta parë mundësinë për një bashkëpunim ekonomik të vërtetë. Kjo dëshmohet me praninë të gjitha këtyre bizneseve sot, të cilët synojnë të ndërtojnë një partneritet të qëndrueshëm. Për Kosovën, investimet e huaja kanë rëndësi të veçantë, ato na sjellin jo vetëm kapital, por edhe përvojën të çmuar dhe rrjetet ndërkombëtare që na nevojitën për të integruar në tregjet globale. Dua ta theksoj se produktet japoneze kanë një reputacion jashtëzakonisht të lartë në Republikën e Kosovës. Cilësia e patjetërsueshme, teknologjia e përparuar dhe qëndrueshmëria e produkteve tuaja i ka fituar zemrat e konsumatorëve kosovar. Për bizneset e Kosovës, shtrirja në tregjet e reja me theks të veçantë në Azi është jashtëzakonisht e rëndësishme. Ky forum sot nuk është thjesht një event, por një port drejt tregjeve dhe mundësive të reja për bizneset kosovare.